Habit mjeku, largoni mykun e këmbëve me këtë recetë sa hapen bëllsyt. Myku shfaqet shumë shpesh si tek femrat ashtu edhe tek burrat. Është një problem shumë i përhapur por i shërueshëm. Nëse nuk trajtohen mund të shkaktojnë infeksione të mëdha dhe problemi do të bëhet më serioz. Vendet më të zakonshme ku myku zhvillohet janë thonjtë, sidomos ato të këmbëve. Ato mund të shfaqen edhe në thonjtë e dorës. Ndaj ne këtu do t'ju prezantojmë një ilaç tërësisht natyral. Ju duhet një lugë vaj ulliri, 3 pika vaj rigoni. Përzini të dy përbërësit mirë. Aplikoni përbërjen në thonjtë ku është shfaqur myku dhe lëreni për disa minuta. Më pas mund ta pastroni zonën ose mund ta lini të veprojë dhe gjithë natën. Përdoreni këtë ilaç disa herë në javë. Është mirë që ta bëni çdo ditë nëse është e mundur, në mënyrë që rezultatet të jenë të dukshme shumë shpejt. Ky trajtim ka veti antibakteriale fal vajit të rigonit, i cili mund të luftojë të gjitha llojet e infeksioneve.